Në këtë edicion do të ndihni. Është mbajtur mbledhja radhës së Kuvendit Komunal në Gjakov. Pas pyetjeve të këshilltarëve komunal janë diskutuar dhe miratuar pikat e rendit të ditës. Me temën a mundet zona e lirë ekonomike të ringjallë ekonominë e Gjakovës dhe të rajonit është mbajtur tryez diskutimi. U diskutua mbi modelin që duhet të ndiqet tashetutje nga qeveria e re për zonat ekonomike. Almir Kastrati ka gjetur në rrugë 300 euro, ato më njëherë i ka dorëzuar në stacionin policor të Gjakovës. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se janë testuar gjithsej 4318 mostra, prej të cilëve rezultojnë 860 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 6 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Në Gjakov ka humbur jetën një person dhe kanë dalur edhe 63 raste të reja. IKSHPK kërkon nga qytetarët të respektojnë masat mbrojtëse ndaj COVID-19. Masat parandaluese janë të njëjta, ku personat pozitiv duhet të shndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapjen në familje dhe në komunitet. Me zvoglimin e kontakteve do të bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit, thuhet në njoftimin e IKSHPK-s. Andaj, rekomandojmë të qëndrohet në shtëpi dhe dalja të jetë vetëm për nevoja të domosdoshme. Ndalimi rigoroz i takimeve me njerëz me të cilët nuk jetoni në bashkësi, pos për qëllime specifike. Ndalimi rigoroz i tubimeve. Respektimi rigoroz i masave kufizuese në aktivitetet publike. Kufizimi i punës për veprimtarit jo esenciale dhe vend ngjarje duke reduktuar edhe kohën e punës gjatë ditës, thuhet në njoftim. Është mbajtur mbledhja radhës së Kuvendit Komunal në Gjakov. Pas pyetjeve të këshilltarëve komunal janë diskutuar edhe miratuar pikat e rendit të ditës. Sot është mbajtur mbledhja e tretë e rregullt për vitin 2021 e Kuvendit të Komunës së Gjakovës. Fillimisht u shqyrtua proces verbal i mbledhjes paraprake për të vazhduar më pas me pyetje për ekzekutivin. Më pas u diskutuan edhe pika tjera të rendit të ditës, e të cilat edhe u miratuan, siç janë shqyrtimi propozim vendimit për caktimin e parcelës për qendrën ditore për pensionist, informata financiare për periudhën janar-dhjetor 2020, rishqyrtimi i draft rregullores komunale për transparencë e të tjera, me përjashtim të pikës së 10, ku ishte paraport të diskutohej lidhur me garazhën e autobusëve, pikë kjo që u shtyje për mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje pati edhe pyetje nga këshilltarët komunal, të cilat ju drejtuan ekzekutivit. Mbledhja është transmetuar drejt për drejt në televizionin Syri. Kryeministri i vendit Albin Kurti së bashku me kandidaten për presidente Vjosa Osmani kanë bërë homazhet e kompleksi memorial në Krusht të Madhe në 22 vjetorin e masakrës. Kurti ka pohuar se në bisedimet me Serbinë, çështja me prioritet do të hinë krimet serbe në Kosovë dhe të pagjeturit, duke thënë se do të kërkojnë drejtësi dhe përgjegjësi. Këto komente ai bëri gjatë homazheve në Krusht të Vogël dhe atë të Madhe. Në raportin ton me Serbinë, ne e kemi prioritet çështjen e të pagjeturve dhe të krimeve të kryera gjatë luftës, meqense nuk mund të kemi ardhmëri, paqe, drejtësi, progres, nëse nuk i trajtojmë këto krime makabër të cilat janë kryer mbi popullin ton dhe të gjithë e mbajmë mend sepse e kemi përjetuar vetë. Osmani ka thënë se Krusha e Madhe dhe masakrat e kryera janë zëri i lartë i ndërgjegjës që thërret për drejtësi. Kurs do të ndalemi në përpjekjet tona institucionale, në mënyrë që përfundimisht Serbia të dalë para drejtësisë, do të ngrisim zërin në çdo takim brenda jashtë vendit dhe në veçanti do të kërkojmë përgjigje nga Serbia, aty ku ata po kërkojnë që Kosova të bëjë koncesione. Osmani dhe Kurti më pas bën homazh edhe në Krusht të Vogël në nderim të 22 vjetorit të masakrave të ndodhura në këto dy fshatra. Kryeministri Kurti ka bërë homazhe edhe në Suareg, derisa ka premtuar se do të kërkojnë drejtësi për krimet që kreu Serbia në Kosovë dhe se do të bëjnë çmos që kriminalët e gjitha masakrave në Kosovë të përfundojnë prapa grillave.
Nga Suareka, Kurti ka premtuar se do të kërkojnë drejtësi për krimet që kreu Serbia në Kosovë dhe se do të bëjnë çmos që kriminalet të gjitha masakrave në këtë vend të përfundojnë prapa grilave. Kurti tha se masakrat në Kosovë janë e vërteta shtetit të Serbisë dhe e kaluara e Kosovës e cila nuk kalon. Nuk mund të kemi paqe e qetësi përderisa nuk e kemi drejtësinë, e cila jo vetëm që na është mohuar sepse na është vonuar, por edhe për shkak se nuk ka filluar ende. Andaj si Qeveria e Republikës Kosovës, si kryeministri i ri, bashkë me presidenten në ardhje zonjën Vjosa Osmani, do të bëjmë çmos që këtyre familjeve të cilët paguan çmimin kaq të lartë për lirinë edhe për pavarësinë tonë, t'ju dalim në ndihmë, të jemi përkrah tyre. Kurti tha se pas vrasjeve, Serbia rrëmbeu edhe kufomat. Serbia, pas vrasjeve që kreu këtu me forcat e saj, i rrëmbeu edhe kufomat, edhe u përpoq ta varroste të vërtetën, por ajo rishfaqej në përliçenet e saj nga kamionet të cilët nuk ngeleshin dot në thellësi të ujrave atje. 744 shqiptarë janë zhvarrosur nga Batajnica, një varrezë masive që sot është poligon i qitjes për policinë dhe ushtrinë atje. Këtu janë 14 fëmijë nën moshën 15 vjeçare të vrarë. Pra nuk kanë dashur t'i vrasin vetëm të rriturit pse janë shqiptarë, por edhe brezin e arshëm, edhe fëmijët. Edhe pretendentja për presidente Vjosa Osmani premtoi se do të kërkojnë drejtësi, ndërsa theksoi se ufshama e nënave dhe plagët të cilat pikojnë gjak janë udhërrëfyes i përhershëm në kërkesën për drejtësi. Kosova, gjithë secili prej nesh, ua kemi borx familjeve që bën sakrificën më sublime, duke humbur edhe më të shtrenjtit e tyre, fëmijët e vegjël, që ta sjellim drejtësi në vend. E vetëm atëherë, edhe ne do të mund të shohim dritë me sy, edhe do të mund të shohim progres për shtetin tonë. Nga këtu edhe një herë u kërkua drejtësi për krimet që kreu Serbia në Kosovë. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, bëri homazhet e kompleksi memorial i familjes Berisha dhe në varrezat e dëshmorëve në Suarek. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, bëri homazhet e kompleksi memorial i familjes Berisha dhe në varrezat e dëshmorëve në Suarek, ndërsa tha se dhembja është ende e gjallë dhe se trupat e 20 të vrarëve ende nuk janë kthyer. Haradinaj tha se edhe pas kaq vitesh ende disa nga trupat e të vrarëve nuk dihet ku janë. Janë ditë të dhimbjesh, pra këto ditë jo vetëm këtu në Tiranë, në Suarek, të Berisht, po sot janë ditë dhimbje kudo që jetojmë ne, janë krushe, janë në gjitha vendet ku ka martir, ku ka dhimbje, është dhimbje gjallë dhe do ta mbajmë gjallë që ta dinë brezha që liria e shteti e ka çmimin e vet. Për nder të kësaj masakre është hapur edhe një muze në qendër të këtij qyteti. Ndryshe, 22 vjet më parë, forcat serbe fillimisht kishin shtënë me armë zjarri në drejtim të rreth 50 antarëve të familjes Berisha, e më pas viktimat e të plagosurit i kishin mbartur në një kafiteri, ku i kishin gjuajtur me bomba, për të siguruar se askush s'do të mbijetoj. Prej këtyre viktimave, 3 janë që kanë shpëtuar, nga ky numër i viktimave, 19 janë nën moshën 18 vjeçare, ndërkaq nga 50 viktimat ende nuk dihet për 20 prej tyre. Me temën a mundet zona e lirë ekonomike të ringjallë ekonominë e Gjakovës dhe rajonit është mbajtur tryezë diskutimi. U diskutua mbi modelin që duhet të ndiqet tash e tutje nga qeveria re për zonat ekonomike. Me temën a mundet zona e lirë ekonomike të ringjallë ekonominë e Gjakovës dhe rajonit është mbajtur tryezë diskutimi.
Ky organizim u moderua nga Agron Dobruna, i cili njoftoi se qëllimi i këtij takimi është nxjerrja e rekomandimeve dhe ideve që të arrijmë sukses në rikthimin e zonës së lirë ekonomike në komunën e Gjakovës. Diskutimin e hapi deputetja e Kuvendit të Kosovës Mimoza Kusari Lila, si dhe ish-kryetare e Gjakovës, e cila foli për situatën aktuale. Tash jemi në një situatë në të cilën një numër i ndërmarrjeve të cilat ende kanë mbetë pa u privatizu, ose kanë një fokus për të privatizu me të shpejt, apo kanë kontrata të qiradhënies qiramarrjes nga AKP-ja tek ndërmarrjet private. Çka ne duhet të si hapa të cilat unë ja propozoj në fakt edhe qeverisë re, por gjithashtu edhe që do të jenë pjesë e angazhimit edhe në kuadër të legislacionit, është tërësisht një ligj i ri për zonat ekonomike, në vetë të cila përfshin edhe karakteristikat e zonës së lirë ekonomike. Do thot ligji për zonat ekonomike duhet të përfshi kategorizimin. I pranishëm ishte edhe Albert Baraku, ekspert i çështjeve ekonomike, i cili ndër të tjera theksoi se për këtë temë është folur pak. Për mua sot është kënaqësi që jam këtu me ju për ta debatuar problematikën e zhvillimit ekonomik të komunës sonë. Temë kjo që ka mungu. Unë nuk e majnë mend kur smrami jemi ullë me bisedu për ekonomi. Vërtet Covidi që një vit e disa në ka marrë fuqin, në ka marrë të drejtë, në ka marrë guximin për me jetën ekonomi, por unë mendoj se kjo një ditë do të përfundoj dhe ne duhet të përgatitemi për me ju kthy zhvillimit ekonomik të vendit. Koordinatoria rajonale e Bergjit, Leonora Kusari, tha se duhet krijuar më tepër mundësi edhe për investitorët lokal. Asnjëherë nuk diskutohet për atraktimin e investitorëve lokal, po më shumë për investitorë të huaj. Unë kisha thonë që duhet më jap fokus investitorëve lokal të parë, e pastaj të huajt mundën më ardhë, se nuk ka që kemi investimet të huaja direkte shumë në Kosovë. Fatos Stavileci, në cilësinë e panelistit, vuri theksin tek mundësitë e krijimit të data qendrave për qarkullimin më të lehtë të informatave. Për shkak të pozicionit që ka sot Kosova, veçanti Gjakova të qenë një zonë kufitare, na mundëson që brenda këtyre zonave ekonomike të ndërtohen data qendra ose data centers që quhen shumë fuqishme, edhe qendra të shkëmbimit të informacioneve që sot janë baza funksionimit të internetit. Në Kosovë momentalisht nuk ka kësaj lloji data qendre, kjo është një potencial të cilin ne kishim mujt ndoshta me implementuar në një zonë të tillë. Takimi u mbyll me diskutime mbi modelin që do të ndiqë tashetutje nga qeveria e re për zonat ekonomike. Instituti për Politika Zhvillimore përmes një konference për media ka publikuar të dhënat e raportit, hapat e parë të monitorimit të zbatimit të ligjit të rimëkëmbjes. Dardana Bazi nga INDEP tha se edhe Kosova si shumica e vendeve ka bërë hapa në neutralizimin e efekteve të pandemisë, por që sipas tij, proceset që ka kaluar vendi kanë shkaktuar shumë pengesa. Sipas tij, duhet të ketë më shumë bashkëpunim ndërmjet institucioneve dhe të përgatitet një listë e qartë me objektiva të synuara. Instituti INDEP ka monitoruar në mënyrë të thoktë pakon e rimëkëmbjes së qeverisë përmes ligjit të rimëkëmbjes, që nga hapat e parë të draftimit të këtij ligji, ku ne kemi ofruar rekomandimet tona, e tashmë jemi në këtë projekt të financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, me anë të së cilit ne po monitorojmë zbatimin e kësaj pakoje. Kurse Kaltrina Regja nga kjo organizat tha se mosbashkëpunimi ndërinstitucional ka shkaktuar edhe mosbatim të disa masave. Ajo më tej ka sqaruar se kanë publikuar 5 raporte të tilla që qëllim kanë pasur monitorimin e zbatimin e këtyre masave. Në kuadër të këtij projekti ne periodikisht i publikojmë buletinet të cilët kanë për qëllim informimin e qytetarëve në lidhje me zbatimin e pakos së rimëkëmbjes dhe me informatat se çfarë ata cilat janë benefitet e tyre sa i përket kësaj pakoje. Mosbashkëpunimi ndërinstitucional ka shkaktuar edhe moszbatim të disa masave. Almir Kastrati ka gjetur në rrugë 300 euro, ato me njëherë i ka dorëzuar në stacionin policor të Gjakovës. Almir Kastrati ka gjetur një shumë parash derisa po ecte në rrugë dhe me njëherë ka kontaktuar policinë rajonale në Gjakov, ku edhe i ka dorëzuar të hollat. Komandanti i policisë në Gjakov tregon veprime tjera që kanë ndërmarrë më pas policia.
Almir Kastrati, prej fshatit Radost, rreth orës 13 në rrugën Skënderbeu, afër lokalit Bimi, ka hasur në parat gas me parat do 300 euro, në 3 monedha nga 100 euro, dhe të cilat pa hezitim qytetari i ka raportuar në stacionin policor këtu në Gjakov si parat të gjetura. Pastaj, pas procedurave tona policore, fatmirësisht ekipi i hetimeve ka dalë me njëherë do në teren me qëllim që të bëjë identifikimin eventual të ndonjë qytetari që ka mund t'i humbë dhe falë punës tyre të përkushtuar, ata kanë arritur që të identifikojnë spari veturën, e cila ka qenë një taksi dhe e kanë pa do që nga taksia do duke dalë i kanë rënë një qytetarit parat për të cilat po flasim. Pastaj do të me një punë intenzive tyre, kanë arritë që ta gjenë pronarin e taksis dhe ta identifikojnë edhe pronarin e parave të humbura. Pronari që është paraqit pastaj edhe në polici, është një qytetar nga fshati Sopot, këtu i komunës Gjakovës, i cili jeton në Amerikë dhe i cili do të ka qenë shumë falenderoj spari për qytetarin që i ka paraqit dhe për punën e policëve hetues të stacionit policor Gjakova. Mentor Ibra thot se po të kishte ndodhur një gjë e tillë në Amerikë, asnjëherë nuk do të ishin kthyer parat. Se kom besua se 40 vjet i mnajt në Amerikë, me pakon në Amerikë e dije se kur nuk ishin të jenë. Për në tokë teme këtu në Kosovë ndodhi, se në thërën policia, në kallëzun si ka gjetë i djallë, i ka punë këtu në polici, këta kanë këshirë gjithkohen, kanë gjetë. Martomi kanë dhanë parët e mija. Major Milazim Lumi inkurajon të gjithë qytetarët që gjejnë para ose gjëra tjera të humbura t'i dorëzojnë në polici në mënyrë që ata më pas ta gjejnë pronarin. Është promovuar sot libri Gjuhë e Gjakut i autorit Enver Mulliqi në përkujtim të 22 vjetorit të vrasjes makabër të të gjithë meshkujve të familjes Dervishdana nga ana e kriminalëve serb në natën e Bajramit të vitit 1999. Libri u konsiderua të jetë një lapidar letrar për bëmat dhe sakrificat e kësaj familjeje të dëshmuar në kohra të dëshmuara me vepra, të njohura nga historia e të dëshmuara nga letërsia. Me 26 mars të vitit 1999 në Gjakov u vran sheh Zenel Abedin Dervishdana me djemtë e tij, Farin dhe Eminin. Miqt Urim Bytyqi, Arif Bytyqi, Sulejman Begolli. Djali tjetër Nesemiu ishte vrarë me 1981. Po në këtë libër është shkruar tragjedia e kësaj familje të madhe fetare. Autori Enver Mulliqi ndjehet i lumtur, por në të njëjtën kohë edhe i pikëlluar kur kujton ditët historike të luftës së fundit në Kosovë. Na bën me mendu se ndoshta kësaj teme duhet i kthehemi përsëri dhe të bëjmë diçka më shumë për këtë sakrificë, për këtë sakrifikim të anëtarëve të familjes Dervishdana. Dhe ashtu ndodhi në ndërkohë, do me kalimin e kohës, arrita me punu edhe këtë kronike kom qujt, nuk është monografi, po që është një copës e historisë së familjes madhe Dervishdana. Redaktoria e librit Migena Arllati ka thënë se historia e sjell nga autori Mulliqi përbën një fragment të rëndësishëm që përfshihet në historinë e madhe të popullit shqiptar të Kosovës në rrugën e idealit për liri. Do e mos, fati i individit, fati i familjes shqiptare, fati i misionarëve fetar ishte determinant në arritjen e qëllimit final, daljes nga robëria dhe gëzimit të lirisë e cila u pagua vërtet shumë shtrenjtë. Përfaqësuesi i familjes Dervishdana, Shej Nesimiu, shprehet i lumtur sepse edhe pse kanë kaluar disa vite, të rënët e familjes tonë ende kujtohen. Sot pikërisht bëhen 22 vjet që ka ndodhur ngjarja në familjen tonë. Në Kuranin familjar Zoti thotë asesi mos mendoni se janë të vdekur, përkundrazi ata janë të gjallë duke u shyrë tek Zoti i tyre. Mirë po është një kënaqësi e veçantë kur edhe pse kanë kaluar ca vite, populli jonë nuk e harron sakrificën e paraardhësve tonë, jemi të nderuar sot për kësaj vepre të bosës së Enver edhe të punës që kanë bërë shoqata intelektualëve Jakova. Një gjë është e sigurt që ai popull i cili nuk i harron dëshmues të tyre, ai popull do ta ndërtojë të ardhmen. Dhe ai popull i cili nuk harrohet e kaluarja do të dinë ta ndërtojnë dhe të ardhmen.
Për shkak të disa gabimeve teknike, lexuesit nuk patën mundësi që ta kenë në duar këtë libër. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vije. Para se të ndamit, i ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni. Është mbajtur mbledhja radhës së Kuvendit Komunal në Gjakov pas pyetjeve të këshilltarëve komunal, janë diskutuar dhe miratuar pikat e rendit të ditës. Me temën a mundet zona e lirë ekonomike të ringjallë ekonominë e Gjakovës dhe të rajonit është mbajtur tryez diskutimi. U diskutua mbi modelin që duhet të ndiqet tashetutje nga qeveria e re për zonat ekonomike. Almir Kastrati ka gjetur në rrugë 300 euro, ato minjëherë i ka dorëzuar në stacionin policor të Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.